Përshëndetje të nderuar miq, leksionin e parë që kam hedhur në YouTube para disa vitesh kam shpjeguar çfarë është kontabiliteti dhe kontabiliteti është një teknikë regjistrimi, pra që merret me sigurimin, përpilimin, grumbullimin, seleksionimin dhe regjistrimin e dokumentave kontabël. Dokument kontabël është çdo dokument që në përbërjen e cilëve ka vlera monetare. Interesant më vjen në pyetje nga një vajzë, kam mbi një vit që punoj në një zyrë kontabiliteti dhe këto leksionet që i ndjek me shumë kujdes nuk i praktikojmë absolutisht. Edhe unë po e them me dy fjalë, fiskalizimi nuk është kontabilitet, është thjesht një procedurë mirë organizuar për vjeljen e çdo qindarke nga shteti. Dhe deri këtu jemi sigurisht që shteti duhet të marrë të gjitha paratë që i takojnë. Por nëse i hedhim një sy, konkretisht librit blerjeve për shembull, një tabelë e formuluar nga tatimet me një 20-30 e kusur kolona, në varësi të përqindjes së TVSH-s, përsëritën kolonat vlerat tatueshme TVSH, vlerat tatueshme TVSH. E njëjta situatë është edhe te ditare i shitjeve, po kështu kemi një mori kolonash të cilat përsëritën vlerat tatueshme TVSH, vlerat në varësi të përqindjes së TVSH-s. Atëherë, këto dokumenta nuk regjistrohen në kontabilitet. Këto thjesht janë pasyra, siç e thash, që shteti të di çfarë do të marrë dhe si do të marrë të analizuar. Po si e ka zgjidh programi Eloi këtë situatë. Siç e shikoni, vetëm në një kolon kemi vlerë tatueshme dhe një kolon tjetër TVSH-n, e cila zgjidhet në fashat që dalin në përqindje TVSH 0, 6, 10, 20%, gjitha sipas ligjit. Po kështu edhe ditari i shitjeve. Ja, e shikoj, kliko fashën, zgjedh TVSH-n dhe mbaroj me dy kolona. Prandaj gjithë ju që merreni me fiskalizimin, ju këshilloj që të pyesni specialistët më me përvojë brenda zyrës apo jashtë saj dhe të dini si të pyesni, mos i thoni se çfarë do punë do bëjnë sot, por si kryhet ky veprim apo ai veprim. Faleminderit.